Mirëmbrëma Mames, sonte në studio kemi kryetarin e komunës së Vitit, zotin Sokol Haliti. Është kandidat edhe për një mandat, është kandidat për mandatin e 4 për ta udhëhequr komunën e Vitis. Mirë se erdhe, zote Haliti, kryetar. Mirë se gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Kam kënaqësinë vërtet jem. Njerëzit, kolegët e juaj zakonisht kur e marrin një mandat thonë një mandat është pak, 2 janë tamam, 3 është aq shumë. Ju për të 4 po shkoni. Po të pëlqen me qenë përfaqësues kryetar i Vitis, një qyteze të bukur, një vend banimi shumë homogen, apo kanë me të projekte ende pa përfundu, që me lënë një vull në atë qytet si kryetari ma jetë gjatë, ma i suksesshëm. Vërtet, Vitinja ka një specifik ndryshe prej komunave të rajonit sektorit lindjes, edhe prej Gjilonit, edhe prej Ferizojit, ka një histori tjetër, një histori të dhëmshme, muj me thonë, për shkak se ka qenë vërtet komune pa zhvillume, po gjithaj mbizatrume pe atyre që në kanë sëndu një kohë gjatë si qytet. Rrathina ka qenë me fshotra plot, me komunitet shqiptor, shumic, 95% gjithmonë kemi qenë, po gjithmonë qendrën e ka sëndu dikush tjetër, dhe sistemi qendror kur nuk zhvillohet, sistemi periferik s'ka se si mu zhvillu. Kontrollën në 22 fshatën e kam bojnë 4 punkte, që i themi ne me një fi që kanë kontrollu, atje në Binq, në Gryk Letnicës, dikun në Vërbërës, apo në Pllokët, apo në Gërmuar, në pjesën e Gërlicës. I kanë kontrollu 4 orbitat, 20 fshatë në thjesht me një patrull që i themi ne policore, edhe ato dëshkuese, okupature, cila ka qenë vërtet e papranueshme për popullatën e Vidinjës. Vidinja kur se ka pranu këtë aspekt, po kur se ka pranu edhe me qenë këfiz, komune ma pa zhvillume ka qenë një Jugosllavi, edhe në Kosovë, gjithashtu. Kuiz ka qenë, a? Edhe në Kuiz ka qenë, 15 piki ka posë kushe që lënë Kosovë, komune ma pa zhvillume, edhe për mua si njëri që i më rritë aty, mes aty në qytetarëve të mirë, fisneke punëturë, vërtet kontribut dhanë shumë, edhe kontorëve sa, po edhe punëturë shumë, gurbetgjit të mirë, gjithashtu njerëz vërtet me kontributet lorë, për shumë ata që e din historinë e Vitinjës, e din se Vitinja është me traditë kulturë historike, i ka shkollat e pora Shqipe, e ka emrin e nënës Teres Brandt, vërtet që ka fillu misionin ato që gjithë buta e qunën, po edhe njerëz të tjerë vërtet kontribut dhans gjithandej në përmërgot, me të arritura shumë, njerëz personalitete intelektual, plejot, po e cila s'ka mujtë më zhvillu. Por ajo që ka qenë e papranueshme për mua ka qenë, por shkak se unë pas luftës ju kum kthy krejtësisht jetës profesionale. Ata që e din historinë time, e din që unë prej fillimit studimit vitit por, ku kam qenë i burgosën, masanej në pajtime, masanej në referendum, masanej në aktivitetet e tjera, në organizimin e gjithë mbashëm, gjithë popullata fatikisht është organizu, kundër atij apartheidi që kemi përjetu, por edhe në zgjedhjet nacionale parlamentare gjithmonë kam qenë aktiv, në bojtën e arsimit gjallë, në bojtën e sportit gjallë, ligës atëherë të futbollit që kemi mbojt vërtet në çdo vend livër gjithë Kosova e kam mbojt sportin. Atëherë unë kam qenë njëri prej ose shkollë kur kemi nresh në 95-ën, 96-ën, edhe amerikanët kanë një mund gjeneta është dëshmitore, sot është masanej me emergjencën në 98-ën, kur ne një pjesë mëdhe popullatës zhvendosur nga Drenica, bashkë me Villan Bokerin, Hospiterin, misionin verifikuesi Bartëm në rajonin tonë, vërtet, deri në bombardime, kur unë fatikisht që më kalu në tonë kufinit, 4 herë më kalu kufinit gjatë bombardimit, dhe ka qenë një periudhë e rëndë. Por pas luftës, si mungesë edhe nevojë, si dëshirë edhe si ambicie që kisha pjesën profesionale, krejtësisht që kam pas këthy pjesës profesionale. Drejtoritë bujqësisë në sektor, masanej në departament, morën ministeri, kemi dhënë një kontribut të madh sa i përket rivitalizimit të agrokompleksit Kosovës, sa Ministri i Bujqësisë, kemi ndërtuar anten e vera të Vrejshtave, kemi rivitalizuar katosën e Vrejshtave, kemi bërë fidanishtë plantacionin në Kosovë e gjitha. Për asaj kohe kur e poshtë që Vitinja nuk po zhvillohet, mbet në vend, stagnoi, qyteti nuk u zhvillu si njerëz si rrethonave, historisë Vitinjës, si gjeografisë,
Pra unë e vendosur më këto janë kthy. disa prej arsyeve, motiveve që si mas letë kanë shty me u kthy në viti edhe me udhëheqat qytetës. Po, plotësisht ajo ka qenë arsye edhe Aja ke tash. dalë? Edhe tash unë fillova mandatin e parë. Mandatin e parë kishme vështirë për shkak se 1,5 milion kishme vetëm investime kapitale. Në 2013 ka qenë dorë në zemër 2 milion, 2 milion 100, por pas rritjes pogave e dinë atë vendimin që unë ish kryeministri atëhershëm, vetëm 1,5 milion kemi pas 1,5 investime kapitale. Çka më bën me 1,5 me 40 fshotna, me qytetin e pazhvilluar, devastum tërësisht, me magjistralin e shkatërruar, me lumin që vërshej ke Morovën gjithandej. E me problematika të tjera, shkolla pa ndërtu, ende mungesë të mëdha të shkollave, kena pas një pjesë, nuk kemi pas as tualetën për shkolla. E të tjera, mungesa gjithandej. Shtëpia kulturës ka qenë gormov mes qytetit, kemi qenë pa shesh, kemi qenë pa park qytetit. Edhe unë fillova me punu me investimet jashtme, poshtë nevojshme, partneritetet me kriju, edhe natyrisht me Bashkimin Evropian e ndërtum, revitalizum shtëpinë e kulturës, me grondet e performancës fillum një pjesë sheshit, me Beautiful Kosovën fillova porkën e qytetit, fillova me grondet e tjera, fillova me dëmuesin Zviceran, fillova me grondet e Fondacionit Luksemburgut, fillova me mësisin me njerë 2015 komuna por në projektet e Millenniumit New York, kur bënën vendimet botnore, atje i morëm projektet e eficiences në energji, masa ne fillova me inkuadru në strategjinë 2030 vendimet botnore, do të thotë që për Evropën juglindore ishmi komuna 3 që u futëm aty në Bonn. Ishte organizimi ku ne lidhëm me partneritete, ka Ministria Federale Gjermane me Kirchhoinen, që atëherë kemi projekte edhe tash 2027-2030, vele projekte të avancuar për zbërthimin e materieve organike, të biomos e biogaz, që vërtet vendet Evropiane kanë ecën këtë drejtim amerikane, fillum partneritetet me misionin e Michiganit, përgatita me Veverlin e Juvës, përgatitëm partneritete me 11 komuna Zvicrës, me komunat gajore në Saint-Gelais në Zhenevës franceze, me Kaffenbergin në Austrijës, me Grocin gjithashtu, fillum një bashkëpunim shkëlqyshëm, me komunat sidomos gjermane, me Düsseldorfin ku kom përfitu vërtet projekte edhe në emergjent, sidomos për shkak se mbrojtjen e kontrollin e kishme vërtet devastuar, pastaj me Frankfurtin gjithashtu kemi marrë pas kësaj liste që po jap të bashkëpunimeve, të investimeve, të bashkëfinancimeve, po del që më shumë kanë kontribu të jashtëmit në viti se sa qeveria e Kosovës? Po, shumë më shumë, mujmë me thonë 90% më shumë. Për shkak se gronti edhe buxheti i rregull që qeveria e Kosovës këtë 4 vite për shembull që kanë do, edhe ai nuk ka marrë. Për shkak se ne investimet kapitale në vitin edhe sot e kemi 3 milion, i kemi pas më të vogla, ndërsa 8,7 milion qeveria e Kosovës ne ka marrë. Përveç reperkusione të tjera financiare që ne quajmë do të thoni inhibicioneve edhe ndërhyrjes në autonominë financiare, të tatimi mbrojnë, ku jemi dëmtuar të tjera pa të drejtë për shkak se niveli qendror e Kushtetuta e Kosovës i njeh 2 nivele, nivelin qendror dhe nivelin lokal. Nuk njeh zyret ndërmjet me zyre regionale. Zyret e ndërmjetme unë i kam pasqujt inhibitor të ngadalësues të apo pengus të përshpejtimit koordinimit nivel lokal, nivel qendror, apo inhibicione në shumë projekte, në shumë koordinime, të cilat ka nevojë niveli lokal, mi marr për niveli qendror. Mos harrojmë vetë se niveli qendror ka 2/3 të buxhetit. Orientimi dhe përgjegjësia gjithmonë bie mbi nivelin lokal. Ju keni po edhe debatet vetëm me kryetarët komunave, me ministra, me kandidatë, asnjëherë nuk bën kuptimin e mirëfillt të transparent, kur ata e kanë 2/3 të buxhetit. Është mirë, do të thonë, është mirë ata me qenë transparent dhe llogaritës këtë kuptim për shkak se buxhetin e shpërndajnë sikur ata shiqerat e bilollët që i themi ne, ka qenë kryetarës. Krejt këto që për cilat po flisni, a janë arsye të mjaftueshme që qytetarët e vitis m'ia dhënë edhe një mandat? Apo keni projekte, si që thash fillim, të cilat duhet me vazhdu, dhe në një farë forme ato projekte janë të lidhura ngushtë me emrin e juaj?
vazhdimësia është e nevojshme në vitin për me arrit disa parametra që mund me qenë shembe ekzemplori një komunë model, infrastrukturë ambientale, marrësim përparu me objekte, jo vetëm objekte, por me ndërtime të ulta operacionale teknike, me kabinete, me digitalizim, me akademi teknologjisë informative, dhe me pjesë ndihmëse të cilat me solla sportive, do të çfarë ne jemi tu punu, edhe me solla të jashtme, sportive, me gume të tjera, çfarë jemi tu punu. Unë juftoj me vizitu kampusin e shkollat mesme në Vitinj edhe me po një mëtë projekte jam të realizu krejt me funde, me donacione, do të thotë ku atje edhe jam të bu kabinetet e punës praktike, tash... Kosova është sanksione, zotë Alit, prej bashkimit Europian. Kjo është e vërtet, është interesante. Ndërkohë jo po gjeni rrugë tjera. Bashkimi Europian s'na ka bu neve sanksione Vitinjës. Do të thotë, s'keni sanksione. Tempullin e dijes arsimit mesëm të orientuar që i them unë shkollës mesme Kuvandi Lezhës në Vitinj, nga këmë dole edhe unë të gjithë ne në Vitinj, është shkolla kryesore, tash është një shkollë evropiane mund të themi. Gjermane apo zvicerane mund të krahasojmë si rezultat e investimit Bashkimit Evropian. Tash me një shtator nxënësit kanë një në atë shkollë vërtet është kënaqësi vetëm e po. Mund të vizitonin, por aty ofër në kampusin, shkollën profesionale ne kemi rregulluar më herët me palestër shkollore. Tash jemi të bëllë palestër shkollore sportive për Kuvendin e Lezhës. Në anën tjetër 2 fusha me gojë kemi bën aty për të 2 shkollat. Por shkollën e vjetër që ka qenë profesionale aty, unë nuk kam leju me prish. Për shkak se kam pas një ide tjetër që jam të realizuar që është unikat në Kosovë, që jam të bëj një inkubator biznesi, por një kompleks thjesht aty ku kabinetet për përgatitjen e nxënësve të shkollës mesme profesionale janë të na investuar donator gjerman. Ndërsa kam investitorët të tjerë, për shembull, për Akademi Teknologjisë Informative kam donator, kam për digitalizim donator, kam për industrinë e pjekurinave, melmesave, të ëmbëlsirave, konservansave donator, për qendër inovative për bujqësi kam donator, për qendër të autizmit kam donator, për shkollë të muzikës, që jam të kriju fatikisht atje, për sollë teatrit, sollën e vjetër teatrit, unë kam pas idenë me shndërru sollën e vjetër palesës sportive në palne, kam pas idenë me shndërru në sollë teatrit. Dhe është të bu një godinë jashtëzakonshme, parkingjet i kanë të gjitha në vetë, jam të rregulluar parkingjet, dhe në anën tjetër, ne më herët kemi bën kabinetin e teknologjisë ushqimore, zyrën e investimeve, ku bo vendime për qendrën inovative, qendrën e karrierës e kemi bën edhe qendrën e aftësimit profesional, njërin me Bashkimin Evropian edhe Odën Austerake, tjetër kemi bën me USAID-in amerikan. Me të bëllë kryeministra mos panaj djerë Pa jek sankcionet. Po në nëzirë për krizë dhe kryetarë. Vërtet janë këto mund t'i vizitani, janë gjitha të ndërtu, dhe une... Nuk po e kontestojmë këto, po për mu është shumë interesante, më thonë, nuk kam dëgjuar një kryetar komune që flet për kaq shumë donacione të huaja, për kaq shumë projekte që zhvillohen kryesisht me donacionet perëndimore. Kjo është e jashtëzakonshme. Projektet të sheshit në Vitinj, shtëpisë kulturës, të një pjesës sheshit të dytës, projektet e rrugëve alternative, projektet e rregullimit lumit, projektet ekoturistike që tash me cross-borderin që jemi komuna që kemi fituar sërish vetëm në Kosovë jemi. Janë projekte rregullimi mulleve, i urave, rregullimi i lumejve, i pruckave, janë rregullimi edhe grupa septike, i 5 grupa septike, i 5 qeshmeve të vjetra, rivitalizimi i mulleve, konservimi të ne, është projekt ekoturistik, i cili është i kombinu me lëtët të tjera, dhe më unë që Bashkimi Evropian jemi të punu tash. Unë mund t'ja vapë edhe vizualisht mi po, ato punime që janë shkëlqishme, janë gryk të binqës. Për shkak se unë kom do lumin Marova dhe lumin Letnica, ku 20 fshotra janë në të rajen, një pjesë ekoturistike, pjesën tjetër turizm religios. Tash ne kemi fitu dhe shtegun në Sterez me Elvetosin Zvicran, me shfis kontokin, në fakt, bashkë participujmë, ka qenë ideja ime e kreativitet, vërtet që shtekun Letnic stubull me bon, ka me pos vërtet një efektshmëri të jashtëzakonshme të rritjes turizmit, për shkak se mbi 50.000 veta vetëm si vetë kanë qenë, edhe pjesa e Kroacisë sidomos, edhe Kroat kanë filluar jashtëzakonisht shumë pas rrugës Vërnakullës, mbi 50.000 kanë qenë për 15 dhe ditën e Zotës Molla atje. Vitin e ardhshëm ne kemi shkruar një marrëveshje për një festival ndërkombëtar të elektrës ku jam në botënor do të vinë Vitinj. Vitin 100.000 do të jenë, po, jam në botëror, një festival do të jetë i jashtëzakonshëm botënor.
Atje përndryshe ne përpunojmë që me ngritë dhe kompleksin ekoturistik në Gryt Morovës, për shkak se ne kemi bërë rrugën tash për Kërbleq atje, edhe rrugën e Mjokit, që imi të vonë hymin e Buzovikit dhe tash të Kudrafurës për Dubuldet, do të rregullojmë dëmonë bypassët, gjenimin, qeshmën, mullet, gjitha, edhe do t'jemi atje një kompleks me pishina, do të kemi me stozat tesit, bicikleze, po krejtësisht është korur e moleve, është lumi Morova, gryja e lumit Morova, edhe peshku i ortë në Kosovë gjindet vetëm atë pjesë. A kanë zonë e kush pjesë shunave? Natyrisht janë ata të fohët, që të kanë... Që tash, spari është, dhe më thonë, për që të punën e donacioneve të huja, një gjë që mendoj që du të me pas parasysh qytetarët është që nuk është bashkë letë të një nevojë të komunës me shëndru në projekt që të mbështesin nga jashtë. Sepse kërkesat që i kanë këta donatorë janë vinë për vendeve ndryshme, komunave ndryshme, dhe të dush me qenë bindës në atë nevojën tonë dhe si komunë. Për shembull, që me fitu pastaj atë farë grandin ose ndimin nga atje. Se nuk është kjo veç, dhe më thonë, paret janë të dedikuara zakonisht për rajonin, jo veç për Kosovën. Dhe ta është i për rajonin ki mushty me kejtë shtetet, dhe më thonë. E Kosova, kështu si shtet, ka pas disa mangësi shpesher në nivel qendror për me qenë e suksesshme që për shembull me marrë projekte i Bashkimit Evropian nëse i krahasoj me shtetet tjera. Po pëlqen shumë që komuna Vitis ka qenë e suksesshme në këtë drejtim, madje edhe kur gjasat janë qenë shumë vogla në kuptimin që jeshtë me komuna që kanë, si më thonë, peshë më të madhe, administrat më të profesionale kështu me radhë. E kjo mendoj që është një plus jashtëzakonisht i madh. E dyta është që tash unë i pash këto, domethënë premtime që keni pas për herën e kaluar, edhe këto që folët. Një gjë që më ka bërë shumë përshtypje është që ke ideja e çti inkubatorit. Për të cilën kisha pas dëshirë me fol pak më gjatë, veçanërisht në kuptimin e për shembull ndihmës që ajo e ka për bujqësinë, për fermerët, po edhe për sektor tjetër të ekonomisë. Sepse kjo mendoj është vërtet që është për mua një prej kështu propozimeve më inovative. So unë mendoj që bujqët fermerët në përgjithësi në Kosovë, veçanërisht ata që janë fermerë më të vëgjël, kanë nevojë për një ndihmë profesionale. Qoftë edhe në nivel të këshillës, qoftë edhe në nivel të ndihmës tjetër, sepse prodhimi bujqësor në mënyrë që të jetë i plasueshëm më mirë, më lënë treg dhe rendimenti të jetë më i lartë, duhet me pas edhe dije profesionale atë. E unë mendoj që është përgjegjësi institucioneve shtetërore me kriju që infrastrukturë, qoftë në nivel qendror apo lokal, në mënyrë që pastaj bujqët me pas që të mbështetje, sepse një bujq që i ka pak tokë e pak rendiment, ai nuk i ka fuqinë financiare që atë përvojë me ble, ose sa profesionalizëm me ble. Që drejtim më ka dokë shumë interesant, nëse është që shtu që shpe kupta jone, dhe më thonë, qëllimi i kësaj. Dhe ta që kom pati që këto e ka cilësu, në fakt, gapi si gjysën të përfunduar. Keni fillu, po s'ka përfundu si ide. Pse s'ka përfundu, ka qenë... Në fakt, aje që kom premtu, ka përfundu, por unë e kom paraqit gjysmë me qëllim, për shkak se projekti vazhdon edhe në 2026. është projekt vërtet i jashtëzakonshëm që profitabilitetin e sjellë dhe produkimin e sjellë më vonë. Unë e rekomendu si konglomerat, si kompleks zhvillimit ekonomik në vitim, me thonë, apo si sistem zhvillimor disa lëmive. Për shembull, lëminë bujqësore, qendra inovative për bujqësi nuk kuptoj si shërbim për përparimin e bujqësisë. Për shkak se nuk mjaftojnë dikaster profesional që thjesht janë administrat. Për shembull, drejtoria edhe kulturës, edhe drejtoria e bujqësisë, edhe drejtoritë e tjera, ata i kanë funksionet bazë për përshmëri me ligjin me veçërvisën legale. Për tek kësaj, ne do të ndërtojmë shërbime për përparimin e lëmive me potenciale, ku reprodukim punësim do të gjenerim tyra mund të krijojmë. Përgatitur me gjenerotat me kompetencë, për shkak se ne kemi të rritë edhe grotë sidomos i kemi pa punë. Në rast se këto potenciale i shfrytëzojmë, nuk i motivojmë të rritë me dol jashtë, po i nolimi këto, i motivojmë, atëherë ne krijojmë premisa për ekonomi të rregut, për shkak se ekonomia të rregut ka nevojë për punëtor. Jo është në sjellës. Prandaj në viti ka ndodhur ajo që pa komuna ka ndodhur. Për shembull, një klasë tërë maturantëve të lektë të shpunsu. Maturantët janë punësu gjithë, do të mos rolit punës. Njëjtë janë premisat për lëndë të mashinerisë, njëjtë janë premisat për drejtimet e bujqësisë, sidomos sektorit me përparësi në sektorit. Për shembull, teknologjia e ushqimit, për shembull, ju e dini çmimin e pokave gastronomëve në Kosovë. Prandaj na kemi nevojë me importu gastronom nga Kina apo nga Turqia, kur ne fatikisht kemi gro djemë vojza të jashtëzakonshëm që nëse ne me kabinetin e teknologjisë ushqimore apo me përgatitjen me kompetencë për këtë lëmi mund të përgatisim qytetarët e tonë. Në një
ne s'kemi as po më teknik, s'kemi as njerëz me shkollë të mesme që të hinë në ekonomi të rregut me njëherë. Në anën tjetër, po qesmi shumë njerëz të kualifikuar me diploma që nuk pi punësojmë. Fatikisht edhe pilion pa punë në përkohë, ose pi hop mi rrugë drejt gurbetit që nuk është e pranueshme për mua. Për mua deshta vetëm të përgjigj edhe pak. Atje inkubatori, përveç zyreve që kemi çoçotë fermerëve, çantësh inovative për bujqësi, kabineti teknologjisë ushqimore, kabineti tekstilit, si kthimi traditës tekstilit që në vitin në Kosovë ka ekzistuar, lëndë mashinerisë, lëndë elektrës, lëndë deficitore, që fatikisht mujnë gastronom, mujnë me qenë konkurrues në treg. Ne do të bëjmë solla trajnime, digitalizim, ku mund t'i trajnojmë gjeneratët, t'i certifikojmë Akademinë e Teknologjisë Informative që për 6 muaj, unë vetëm se më nënshkru, marrëveshjen për 6 muaj ne mund t'i bëjmë konkurrent me punu për korporatat ndërkombëtare në distancë pe shtëpisë të rritë. Për shkak se në këtë sferë mund të jemi konkurrues. Prandaj shumë lamit të tjera, të cilat janë tepër me rëndësi dhe janë deficitore dhe ekonomia të rregut i kërkon. Ndërsa Bësa? Jo, do të thonë që veç domethënë me vazhdu të shkë ekonomia, se deri tash ju përmendën 3 sektorë që ju i shihni si me potencial, në të cilat janë të interesuar me investu, pra me sa e kuptova bujqësia natyrisht. Bujqësia është e rëndësishme për turizmin, e përmendet? Po. Veçanërisht e ndërlidhur me turizmin që thatë edhe religjioz. Edhe e treta, domethënë investimi nëse se ke kuptuar investimi në potencialin industrial që mund me ndërtu vitia, apo jo? Kryesisht pra te përpunimi i ushqimit, po edhe te tekstilit që përmendë kështu me radhë. Tash ajo që to 3 sektorë që ne kemi më përqendru si komunë në vazhdim, ai keni kështu si prioritet, po flasë natyrisht që këtë sektor që të rëndësishëm, po dhe nëse po në çfarë mënyre e mendoni? Jo vetëm, për shkak se ju besoj që keni informacionin, unë kam shku për tek sa në zonën ekonomike, vetëm e kam certifikuar në sektorin e lindjes se vetëm në zonën ekonomike që është ndërtu me gjitha kapacitetet është zonë ekonomike në Vitin. Të Budrika është magjistrore Gilan Ferizaj, unë më tregu drejt e kam pas mendu që atë zonë ekonomike me bo bashkë si region. Për shkak se ekonomia edhe biznisi nuk pyet për kufit administrativ, por nuk pat vullnet në atë kohë, as nga niveli qendror, as nga niveli bashkëpunimit lokal, dhe unë ju përvesha punës vetë. Nuk ka qenë e lehtë, për shumë mu certifiku me 5 ministri me punu e tjera, infrastruktura të më regullu, sidomos pas revitalizimit Morovës, unë natyrisht atë kur largova ujin, për shkak se ka qenë pjesë e vërshume krejtësisht, edhe unë i nga punës ndërtimit zonës industriale. Tash, ajo është në përfundim, kanë fillu themelet e pora të fabrikët më ndërtu, 35 është, janë nga regioni, nga Vitinja, nga sektori lindjes, nga Mërgota, ndërkombëtare, që vërtet ato do të absorbojnë gjenerim punësimit edhe tyra, por kjo është fabrika, aty do të ketë vetëm prodhim. Fabrika prodhim, përpunime do të ketë metalike, do të ketë shtirodër, shtiropol, do të ketë fabrikat të tjera të ndryshme përpunuese. Do të thotë që është tepër mënasi, do të thotë unë nuk kam punu vetëm në drejtim. Unë kam bërë të ndët zonës ekonomike në pjesën tjetër të sektorit të Sodovina, me vendimet Kuvendit, unë jam gati, vetëm kam betë, më kthy qeveria dhe KP-ja përgjegjën, edhe me fillu edhe atje një lëtë, për shkak se kyçën ngërlic ne mendojshim me kry, edhe qarkullimin Shkup-Prishtinë, është treni, stacioni trenit aty e të tjera, janë aeroportet shumë ofër, për shkak se barabari kena për aty për Gërlicës edhe aeroportit në Shkupit të Prishtinës. Edhe unë kom mendu këtë me një situatë ma strategjike, ma fatgjote, jo vetëm sa ti e mune në mandat, por për të jasaj, dhe të ai që vazhden me posë vërtet Vitinja një zhvillim, çfarë e kosët të hapë shumë, që dhe në Alisja Albrojtja që ujtis një për komunë ma zhvillume në Kosovë momentalisht, për shkak se aty hopën lokale për det, dërmarsi, start-upe, dhe të dërmoret e vullat mesme polarizohen, po besa edhe bizniset dhe më dho, për tash se kam fillu me eksportu. Për shembull, atë janë rritje sipër. Normalisht, strumbullori organizimit e zhvillimit ekonomik në Kosovë është qeveria e Kosovës. Ajo do të bëjë lehtësira e tjera, komunat i bujnë atë pjesën e vetë që kanë mundësi, por ne mund të bëjmë për shembull qendra grumbulluese çumshit ose prodhimtarisë tjetër laboratorë, siç e kemi bërë në Saidin për shembull, me amerikanët në qendër, dhe përpunuesi dhe prodhuesi funksionojnë vetë. Pa ndërhyrje, vetëm një llak të freskë kemi ndërhy për shkak se është numri i prodhimtarisë çumshit, i prodhimtarisë primore, dhe ne aty kemi ndërhy, ata funksionojnë vetë.
Por niveli qendror mund të intervenon me gjithë ato miliona subvencione, për shembull nëse dën, për shembull me ndëgju zorin e profesionalistit. Unë i kupton. Ç'është ka qenë komunikimi, bashkëpunimi i juaj, i komunës së Vitis me qeverinë Kurti këto 4 vjet, 5 vjet? Gjithmonë niveli lokal dhe niveli qendror kanë problematikat e veta. Sigurisht. Gjithmonë ka pak mospajtime, ka pak ndërhyrje, por koordinim ka pas gjithmonë gjitha qeveritë. Për shembull, nuk ka ndodhur për shembull Ministria e Bujqësisë me drejtoratet për bujqësi mos mund taku. Këto jashtë politikës po flas, nuk është tash politika më rëndësi sistemi i zhvillimit të bujqësisë në Kosovë, si trumbullori i organizimit, zhvillimit, implementimit projekteve, një masterplani të mirë, na ja dëndom atë këto ndërkohë grumbullimit donacione o donatorëve në konferencën me donatorë, për shembull, i ka mungu gjatë mandatit ministrisë dhe asnjë takim me drejtoratet për bujqësi nuk e ka marrë. Asnjë takim. Asnjë takim nuk e di që ka marrë takime koordinative, belon nuk e di që kanë bërë as planifikime mbjellave vjeshtërore dhe pranverore, as analizë, as planifikim. Për shembull, ne komuna As don as din. Unë mendoj të dyjat për shkak se ne komuna Vitinjës për shembull, ne bëjmë rregulluar për afotin në mënyrën kushtet të korrefshire për shembull. Unë asnjëherë nuk nshoj drejtorinë pa planifikim mbjellave vjeshtërore dhe pa pasqyrë të realizimit. Për shkak ato janë ABC, alfabet janë thjesht, për shkak se ne areal me atë potenciale si që është Vitinja për shembull me kushte klimatike të kësuare, bonitative, hidroekonomike, hambori prodhimtarisë pranë Morov, për shembull me nshuti pa një organizim tillë serioz ku potencialet mundesh me shfrytzu mas miri, kemi edhe traditë tek e fundit në gjitha sektorët, për shembull është dëm Kosova gjithashtu. Kosova ka vërtet rajone të jashtëzakonshme ku mund të profilizu sektorët të sektorët të caktuar. Nëse ke pas gjithë këtë bashkëpunim me qeveri, organizata, komuna të ndryshme perëndimore, pse kjo qeveri e ka këtë qasje të mrapsht në raport me zhvillimin, në raport me punën, në raport me komunikimin, përfshirë bujqësinë këtu? Për shkak se ata kanë ikë debatëve. Ne kemi mbrana kena debatu kërë në taku, po ato takimi i mbojt ju në institucione, i mbojt në bërka kafeteri, që ne këmë kundërshtu se vërtet nivelli lokal e nivelli qendror institucionet me mbojt qeveria, pa kryeministri me kryetorët të komunave në për restorane me mbojt takime, kur ne kemi sallat institucionale komuna me debatu, mujna me bëtë shlerë shumë edhe me diskutu, por do të me qenë profesionalistën në lëmin e vetë në dheqe, për shumë unë jam një propozim të ligji mbi shfrytëzimin, rujtjen e shfrytëzimin e tokës bujqësore, i cili ka qenë prioritet mbi prioritete i zhvillimit ekonomik në Kosovë, edhe rujtja e tokës bujqësore dhe shfrytëzimi i saj. Unë i kam thonë në vend këtu në agjencione fshanin të kriju jo, cilët janë për interesat caktuar të klonëve caktuar, ju krijon një agjencione i cili implementon ligjin bazik të rujtjes së shfrytëzimit të tokës bujqësore, për shembull siç e ka Danimarka, siç e ka Gjermania, siç e ka Austria, Zvicra për shembull. Dhe i cili ligj vetëm ka një zyrtar nëpër komuna mund ta kesh e ta implementosh në plotëni si agjencion. E çka do të thonë implementimi i ligjit mbi rujtjen e shfrytëzimit të tokës bujqësore? Do të thonë që ata që se punojnë tokën gjobitën nëse nuk ja dërgojnë agjencionit, po nëse ja dërgojnë agjencionit e morrin qiron. Dhe agjencioni i fton fermert edhe ju jep tokat për punë si qëllin sektorin e vet. Për blegtëri, për shembull, blegtëri temt, për majmëri, për prodhimtari të qumshtit, për sektorët e pemtarisë, për shembull, ekstenziva apo intenziva, apo pemtarinë e për shembull dreza, manavera, mjedër, borovnicet e bimjekuse. Ndërsa në anën tjetër, sektorët e lavërtarisë, perikulturë, lehtë, nxehta të tjera. Çka kishte ndodhur? Kishte ndodhur bujqësia intenzive, konsolidimi i tokave, krijimi i fundit i cili krijon edhe mosa komosative, meliorative, kolluese të tjera. Ish kriju databaza edhe sigurimi prodhimtarisë për kokë banore dhe çështëm Kosova kish punu tokën e vet. Do të thotë para planit e kishte posë në Zvicër, do të thotë në implementimin e ligjit. Vetëm edhe ishin kriju fondet bujqësi intenzive. Kish rro përqindje aty në që mirën me bujqësi. Por databaza edhe prodhimtari për kokë banore kishte siguru. Në anën tjetër, nëse ministria për shembull dëshiron mi përkro prodhueste drithërave të bardha, me cilët po lavdëruan dhe unë po tregoj që as 40% nuk i plotësojnë për kokë banore me drithra të bardha Kosova nuk i plotëson. Ajo është punë e keni bërë për shkak se përveç se janë djerringa tokat, përveç se rendimenti është momentalisht i dopt, përveç se s'kemi subvencione adekuate në kualitet edhe në rendiment çfarë duhet,
ne kemi edhe rritet prodhimtarisë vlektorore, kemi rritet industrisë pjekurinave, kemi nevoja shumë të mëdha për drejtat bordha. Prandaj në këtë kuptim strategjia është gabim. Me dosht për shembull mi përkro produse për shembull buka e motit. Gjithmonë e kanë thonë kështu që kanë në qeveri, ndërkohë dhënat doganore për të importit grurit edhe të millit në Kosovë janë të frikshme. A di si funksionon subvencionimi dhe përkroja fermerëve në jashtë, për shembull, që Kosova do të më bëjë? Shumë lehtë. Nëse sistemi qendror zhvillimor i Kosovës që janë fundet, diko fundet, dëshiron mi përkro prodhues të drejtat bordha, me përpunues mundet me kry këtë punë. Vetëm me pyet sa canti të marr grurin sot përpunues industrial, për shembull mullet fermerit, prontarisë grurit, 20 cent. Vërtet as shpenzimet se një mbolojnë. Ai mund të thotë 10 cent unë mboloj. 30 kemi marrë. Me qëndërmozim administrativ edhe rregullohet kjo çështje. Produsët e qumshtit, për shembull, soja e marr 30 cent litrën e qumshtit, 40 mund me marr vendim, më bëhet produst. Masanej, prodhimet vendore ka edhe tjera mosa. Pak fiskale që mund mbrohen e të tjera cilat janë ditura, por do të profesionalisat me vlesh dikaster të kryesor, ata që kanë përvojt punës specifike, profesionale, ata që jo formalisht, por ale praktikisht mund të ngrisin dikaster zhvillimor me potencialin në Kosovë. Është gjëna që s'del një debat me Fatën Pecin, pikërisht për çto diskutime se ai po e shtyn, po e promovon veten si ministri më i suksesshëm e më i mirë i bujqësisë. Në kohën kur komponohen në pjesën profesionale në ministri, Fatuni ka qenë këshilltar në Ministrinë e Kulturës. Na njihemi, edhe unë i tham se prej pjesës profesionale politik ban me shku, për pjesës politike në profesionale nuk ban. Pra është një ngatrim i madh, domethënë. Nuk udhëheqet Ministria e Bujqësisë me juridik. Nuk e një agrokompleks në Kosovë, ose institucione shkencore teknike, Fakulteti i Bujqësisë, për shembull Instituti TES e tjera, janë vërtet jashtë defaktorizuar krejtësisht, me donatorë i kanë humbur kontaktet, me drejtoratet për bujqësi komune i kanë humbur kontaktet, prandaj nuk kanë strategji, nuk kanë masterplan, ka mungesë vërtet, edhe ka vërtet mishmash. Janë 604 punëtor në Ministrinë e Bujqësisë, ka profesionalistë të jashtëzakonshëm, njerëz të mirë, eminent. A kthehem viti. Patjetër. Keni pas 18 premtime në fillim të mandatit. Si numër i vogël, relativisht i vogël. Kur i përmend 18 premtime, ti thu, 18 premtime i bëj edhe unë, është. Të realizumet përfundume 11, gjysmë të përmbushura 4, të filluara 2, edhe veç një nuk ka fillu. Dhe me thonë, pse 18 premtime, pse jo 38, pse jo 48, kaç ke mendu që ka nevoj vitia, apo kaç ke mendu se është e realizueshme, pa dhënë premtimet e cilat pas 4 vjetëve njerëzit kërkojnë llogari. Plotësisht pyetje me vend që të rrodh më kanë bën, për shkak se nuk e kam pas atë pikësinim performancë. Me siguri vetëm performancë se nuk nidhna për aspekt. Unë jam ambicioz edhe besa nuk bazohen as programin qeveris për të saj mendoj me dole gjithmonë kam realizuar projekte shumë më shumë se që komplementoj. 18 projektet e mia janë 180 projekte. Mbi 180. Për shembull, vetëm te inkubatori janë 11 projekte. Do të thotë Pra janë si numër... Unë numërova kabinetin, Akademinë e Teknologjisë Informative, digitalizimin, qendrën e autizmit, i numërova kabinetet për punë praktike sollët me digitalizim, me mashineri, me krejt, me pajisje komplete, janë shumë serioze. Do të thotë shkollën e muzikës, cilat i kam çuar përpara sollën e teatrit, parkingjet e gjitha, janë 11 projekte që realizohen atë vetëm mrena. Por unë kom dashur vërtet me ngushtu edhe me punu me lëtë, se planifikimi i buxhetit është një art në veti. Është vërtet një kompleksitet në veti. Shumë komuna, kryetarët komuna, organizatat e huaja kanë plumë për praktika të mira të planifikimi i buxhetit dhe disa aspekte të tjera, për shembull zyra investimeve,
buxhetimi gjinore, disa aspekte tjera, plani mobilitete që kemi bën në vitin, i kam prunë vitin. Para një jove kanë qenë 7 komuna të Shqipërisë, edhe Tiranës, për disa aspekte të rritura që vitinja i kam rrinë, që OSB-ja për shembull edhe disa organizata tjera i kam vlerësu. Edhe Tiranës kanë qenë Durrësit, kanë qenë të Lezhës, kanë qenë të Shkodrës, e të tjera. Prandaj bashkëpunëtorët e mi profesional, me cilët unë punoj shumë, jo vetëm me pjesën politike, punoj me bashkëpunëtorë profesional në sektorëve që gjithkund Kosovë janë kapacitetet që vërtet janë ngrit me mund, edhe që vërtet pse janë politikë është çështje e këtij tjetër me ta do të më punu ne, për shembull më apoloja ka posë ekspert jashtëzakonshëm që kanë largu. Njerëz vërtet që kanë mbrojt vërtet interes shtetënor dhe profesional. Prandaj këtë kuptim unë i kam mbi 200 projekte, por kisha dosh me thonë që mbi 200 i kam buxhetuar me korniza vatmesme buxhetore. Nuk kam dol vetëm me program qeveris, kam dol edhe me korniza vatmesme të saktë buxhetore, me parametra buxhetor të saktë dhe me plan dinamikës ku mund të ekzekuto. Për 3 vite tashme, jo për 4 vite. Për 3 vite kam dol. Do të thotë për shkak se në gjithmonë kam doli përgatitur edhe me buxhet. Edhe saktë burimet e nevojshme të buxhetit ka i marrë. Do të thotë unë kam projekcione të strategji 2030, mos harroni se vitin është në Strong City Network, mes në 50 qytete të forta, ju e keni po që kam qenë në New York, tash jemi në konferencën tjetër. Në Evropën Juglindore në strategji 2030 jemi komuna 3 në kotë Kosovës. Strategjia nacionale për vendimet botërore veç sa ka fillu. Ka fillu mas 5-6 viteve vendes. Do të thotë për shkak se unë kam qenë për shkak përvojës specifike të punës kontakte që kam pas shumë më herët, për shkak se unë kam qenë komitete drejtuese të interkoopereshit, do të thotë promovimit të hortikulturës në Kosovë, kam qenë të IBM-it, që edhe sot me kryesbord deri në bashkëpunimin ndërkufitor bashkëpunej, kam qenë në konsolidimin e tokave. Do të thotë që është një përvojë specifike në fund e botnore. Tash për shembull me bunkun botnore kam nxjerr projektin 6 milionë gjys që është tenderuar, mund ta shikoni atje, edhe është zgjedh fituesi për zhvendimin e kapacitetit të ujit në viti. Në Bashkimin Evropian. Me bunkun botnore. Me bankën botnore. Sa premtime i ki për 4 vjet e ardhshme? Unë i kam mbi 200 projekte të buxhetuara. Dhe plus kam të planifikuar me buxhet të tjera. Por projekte të rëndësishme për mua është trajtimi urat zeza me kredinë austriake që parlamenti pritet me ratifikuar. I kam nënshkruar me vendime të komandit me projekt detaj që ata më kanë financuar faktikisht austriakët. Kuvendis po funksionon. Kuvendis po funksionon. Në anën tjetër bunka botnore ne ka buxhetuar vetëm, e ka zgjedhur edhe fituesin 6 rezervore do të ndreqen atje para filtrimi natyral. Unë kam rregullu gypin azbestit e kam mjek 13 kilometra, gypin dhe invitini, kam ndërru lagjet, kam fillu bashkë me kompaninë natyrisht për shkak se kompania Hidromorova është e themeluar me ligj, ju e dini kompanitë që janë të obliguar me ligj për furnizim bollshëm me kualitativ të ujit dhe kontroll. Por megjithatë komunat dhe donatorët do të më ndihmojnë qoftë ekohigjienën, qoftë Hidromorovën, për shkak se ekohigjienën ka ndihmuar Gizë Gjerman 6300 konteneri kumur. Për shembull, dërsa në anën tjetër brigadën e zjarrfeksëve fatikisht i kumur kamionat e ri që tash nuk i ka as shkupi as Prishtina, nga Düsseldorfi. Fatikisht kumur edhe nga Frankfurti kamionin për pastrimin e qytetit, për shkak se nuk kanë kapacitetet mjaftueshme, nuk do të më ndihmojnë. Kanë herë zoti Aliti, pavarësisht këtyne, pavarësisht punëve që janë bërë, pavarësisht gjithë shkafit, njerëzit nuk ju votojnë. Apo, a ka rrezik? Nuk po thënë në rastin e ujë nuk ju votojnë, por ndodhë, që ta ndej, ndodhë. Thjesht, ju piket me ndërru dikon. A i shohin vërtet krejt qytetarë që to punë? A e kanë rujt, si me thonë, ata mos nihen, po kanë frika dhe kanë erë në cilësime, po a janë të vetëdijshëm, të ndërgjegjshëm, se që to vërtet kanë ndodhur, apo sikur në nivel qendror, kur kolektivisht na u çmendem kështu edhe prum Albin Kurtin për shtet. Qytetarët e Vitinjës edhe dinë edhe prekin për çdo ditë projekcionin që në kemi realizu. Për çdo ditë. Për shkak se ata i shohin urat 26 që kemë rregullu, nas kena pas një urë kena pas krejt.
në krejtë komunën, mund të themi, dhe i shuajnë në rrugë që i në lidhë fshotnat me zveti, prej Begrotës me Kaçaneke, Kërbleq, e me Komogllov, Ferizaj, në Kravaricë, në lidhë me Gilane, në Sol, me Zhegër, e në Stanqiq atje ku imi të lidhë, pej Pudit Llakovçit, e Pudit Kolishtës, e Pudit Kravaricës, e deri Mjak. Unë e kom këthu jetën në disa fshotnë, fatikisht me rrugë që kemi bon, që i përmenda Mjokin, në kullën disa shtubullën e përshme, disa fshotnë tjera, i prekin në revitalizimin e Morovës që kur s'kam pos vërshime mo, as qyteti, as dome ekonomike, as familjore s'kemi pos, as budrika, as kifteraj, ata tashen t'i punu tukat e tëre lërë shumë për shkak se as njerë s'kam pos më vërshime. Rajoni më bonitativ i tukë, si klasit por bonitativ me hort për delegjike, fatikisht që ka qenë për i vitinjës kiftere e budrik, nuk ka mujtë më punu për shkak vërshime që kemi pos të vazhdushme nga Morova. Jeni i bindun për mandatin e 4 me baletaj a pa baletaj? Unë nuk e kom pos kandidimin kësaj rolle personale. E kom pos vërtet kërkesë qytetarëve, bashkëpunëtorëve, kërkesë vërtet mërgjimtarëve, që është një kërkesë e modhe, ju keni me po përkrojnë e modhe të në që e kanë për mos menull progresin në vitin, e keni po dhe djenë për urimin në rrugëve që i banën 3 rrugëve në rajonin. A ka rrezik me ullë progresin në vitin? Po tash... Dhe cili prej këtyne kolegëve tu, kundër kandidatëve, do të ishte ai se do të ndalte progresin në vitin? Nejtë janë vend në shtetësje mbrapa, të tjerë të ecin. Shteti Kosovës mos implementimin e buxhetit për shembull se a dikur rrezikohet funksionimi vital i shtetit kur nuk harxhohet buxheti. Për shembull, si vjetë për shembull Kosova është në kolaps se nuk harxhohet buxheti. Prandaj kjo rrezikon funksionimin vital i shtetit, jo vetëm aspektin zhvillimor, por edhe mbrojtjen kontrollit. Edhe buxheti komunal nëse nuk harxhohet, rrezikohet funksionimi vital i komunës. Rrezikohen shërbime publike, rrezikohet infrastruktura nolet në vend, që i bjen që ketë leva qarkullimit e zhvillimit ekonomik komunë në nivel shteti nolet. Do të ketë cikli. Prandaj 19.6% e buxhetit është harxhuar në nivel qendror, 2/3 e buxhetit janë në nivel qendror. Dhe këtë problematikat janë këtu. Niveli lokal, përveç se i ka harxhuar buxhetin, për shembull, vitinja ka harxhuar buxhetin 99.7, 102 ka realizuar hyrat vetanore dhe cilat janë 3 funksionet bazë të komunës. Implementimi i ligjit, shërbimet për qytetarët, implementimi i tokës. Këto janë 3 funksionet bazë. Ata që e dinë funksionimin në pushtetit lokal e kanë shumë të lehtë. Prandaj unë mendoj që progresi nuk do të më nol. Kështu që nivel vendi vërtet është nol progresi. Si vjetë zamë thu, më të rëzosh. Për shkak se buxheti nuk është të funksionu. Po që tash veç shkurt, se që jemi në fund të emisionit, unë mendoj kështu dhe më thonë, na kemi kandidat në Kosovë të cilët i kanë fjallët e mira, po për cilët nuk jemi sigur të kanë mishu në vend që të fjallë. Kryetari sa për nga të regoj që këtë tashmë i ka të buxhetu me këtë projekte, kështu që nuk jemi të folë me një personi që nuk e din për çka ka fletë, nuk e din se çka ka nevojë, edhe çka mund më obo në viti. Unë nuk jam prej atyre qytetarë Kosovës që mendoj që për shembull 3 mandate, 4 mandate janë bëllë për mua, nuk janë bëllë kur kish ka me dhonë. Kur s'kish ka me dhonë, pastaj qytetarë çojnë shpejt natyrisht, por kur kish ka me dhonë s'ka kur fal lidhje 3-5 mandate, 6 mandate. E në këtë drejtim unë mendoj që një prej kryetarëve të suksesshëm të komunave në Kosovë ka qenë Sola Lidi padyshim. Faleminderit që erdhe, sukses. Uroj që qytetarët e Vitis me të votu atë sa ata e ndjenë se puna po ecë mirë dhe ata përfitojnë nga shërbimet, nga zhvillimet, nga gjithë. Qytetarët e Vitinjës gjithmonë i kom inkuraju më mbojt për fjole. Dhe të thatë fjallë mbojtje është realizimi i programit qeverisë. Çka mundemi më shumë, ajo është vërtet, është edhe më mirë. Faleminderit edhe juve shumë. Shikuesit e nderuar, kaq kishin personat e mirëpafshëm.